Do të shkëputemi në këtë gjuma nga vargu I haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam të librit El Adabul Mufrad, për të kaluar në disa hadithe të tjera dhe ajete të tjera për një dukuri tjetër tepër e përhapur, shumë e rrezikshme, tepër alarmante. Dhe është dukuria dhe e keqja e amoralitetit, e zinas. Të ndëruar xhamat, çka I mbetet njeriut nëse I humb nderi? Çka I mbetet njeriut nëse I humb ftyra? E tani, ky njeri është grup njerëzish, grupet e ndryshme, njerëzit e ndryshëm përbojnë familjen, familjet e shumta përbojnë shoqërinë. Nëse I humb shoqërisë ftyra, çka na duan pallatët? Çka na duhet ngrehina? Çka na duhet ndërtesat? Çka na duhet gjatet e mira? Çka na duhet këtë kjo e arritur e dunjas nëse na I humb ftyra? Nëse shoqëria jon zhvishet, nëse shoqëria jon bjen në amoralitet, nëse shoqëria jon nuk e di se kush me kanë është kuror, kush me kanë është familje, kush kanë e ka bab, vlla e tjerë nga degëzimet e familjes, çka na duhen të arritur atë kësaj bote? Andaj, njëra nga dukurit që po përhapet më të madhe është dukuria e zinas, të ndëruar xhamat, që duhet të alarmohemi të gjithë, duhet të shqetësohemi të gjithë, se zhveshjet kanë arrit maksimumin. Zhveshjet kanë arrit maksimumin. Rrjetet sociale, telefonat, kompjuterat kanë arrit që njerëzit mua mundsue çdo lloj të keqe, çdo lloj të lig. Fëmia I vogël, vajza e vogël, vajza e re, djali I ri, me pullën më të vogël, me shtypërën e full më të shpejt, arrin ndër ta moraliteti. Andaj kjo është alarmante shumë. Kjo është alarmante se shkatërrohet njerëzimi. Zoti I Madh te bareke ve teala për fahishe, për zina, për amoralitet ka shkatërru familje, ka shkatërru popull, ka shkatërru popull komplet, I ka zgjosu pi venit. Megjithëse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk e shkatron Allahu këtë umet ndërsi, edhe nëse vin shkatrim më dhim pjesë. Po nëse na jena çajo pjesë, andaj të alarmohemi për këtë keqe. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në surën Al-Isra: "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Thot Allahu subhanahu wa taala: o ju musliman, mos ju afroni zinas. Çka është ndëruar xhamatli më interesant këtë ajet? Ka shumë dobi në këtë ajet, ti ndërtojmë një mas një. E para, ky ajet I ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, jo në Medinë. Çka I bie kjo? Sa kanë të ndërtu shteti, sa kanë të ndërtu shoqëria, janë kanë musliman taktuk njerëzit. A kanë që aty një musliman, Ebu Bekri, Bilali, Aliju, pak njerëz. Pejgamberi sa po e përhap të fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe I besonte një pakic dhe një shumic nuk I besonte. Dhe që ajo shumic që nuk I besojnë fund e përzunën alayhi salatu wassalam, jo la siç vorrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka në Medinë, për mi kallzu këtë njerëzimit se dikur me kelit më kam përzan mua. Duhet disa gjëra me tanë kohën histori se ata më kanë përzan, duke ju folë për la ilaha illallah. Allahu jazbiti ajet: "Wala taqrabu zina", mos ju afroni zinajës, mos ju afroni zinajës, sepse gjëja më e ligë mas shirkut në Allahun subhanahu wa taala është zinaja. S'ka më të keqe, s'ka më të keqe se zinaja. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kishte ndërtuar një shoqëri e cila e njëson Zotin e Madh, e beson Allahun e Madh një, dhe e beson të dërguarin e Allahut si I dërguari I Zotit. Dhe minjëherë këtë ai themel, ajo bazë me të cilën ishte ndërtuar, që kishte atë cila në familje, jo në zina, jo në amoralitet. Allahu xhele xhelaluhu kur I ka çortuar disa prej paganëve, të cilët e kritikonin Muhamedit alayhi salatu wassalam, çka ju thon te Allahu xhan Kur'an? Ata janë kopila, të se din babën e nanën, ku e kanë me ti me të kallëzue se a je pejgamber ajo. Të ndërum xhamat, është cilësi e rana, shiko, ta vet vesh ta vret. Fjalë e ran. Shiko, të ndërum xhamat, kopil e vlat, biologjikisht njësoj, me gjak njësoj, ama djal ta kënosh zemrën. Fjala e vlat ta kënosh zemrën. Fjala vajza jeme ta kënosh zemrën. A mund të thonë kopiliem? Ha, shumë ran.
Kitë që kjo vjen për zinajës, kitë që kjo vjen për amoralitetit. Andaj, s'ka diçka që duhet na me i përvesh kratë, që mos na dalesht pishtratit. Nëse del pishtratit, të ndëruar xhamat, Ebu Hamid el-Ghazali ka prua një shembull si duket nëse del shoqëria pishtratit me zina. Qish duket? Që ta kuptojna, të ndëruar xhamat. Thot Ebu Hamid el-Ghazali, thot ata musliman apo ajo shoqëri që nuk e nal zinajën pin fillim, çka i bie pin fillim? Thot e ka derën, edhe është duke një bik du dash me hije. Janë do bika, do kuaj dojnë me hi, do e gërsina dojnë me hije. Apo thot e ka let, jam shel dera e s'ka shka ban, jam shel derën me martes, jam shel derën me halal, jam shel derën me qish duhet, s'ka ku hija, kem shel derën. A hajvani së ne kur e ki derën më shel. A ka thonë se do të me provu, hajt ta qeli pak derën, qel më shel. Thot aja shti kryën pak. Ato zakonisht kryet e mdoja i kanë hajvan. Kryet e mdoja i kanë hajvan. Thot dhe se hi pak kryja, mësani alema pak ma fështirë bëhat me he kryën. Se ajt ka, qka s'ka? Parfiteroni që ki hajvani, që ki biku, që ki kali, që ki agërsina, është kush? është epshi. Thot nëse te luna la me derë, hajme le tinje pak lujna pak qëto, hajme le tinje, tarktomi pak. Thot kur ta fusa i trupin mrena, ka thonë, ma leta me dalë shpirti se me nxerë mata jashtë. Veç një lopë që të në gjami me hik, së në hek në ketë. Sa hajvanaj, a i zburin dhe thonë, bujrëm që kuadera, aja hajvana, aja kafsh. Epshi nuk ka men, mi thonë bollë, qëta, nuk ka epshi men. Epshi nuk di, mi thonë që to kitë gratë, që kitë mira ka valla. Epsho aja si hajvani, ka thonë Ebu Hamid el-Ghazali. Nalja derën a gje, shumë letë ki jem shel derën trak, të riktu 100 vjetë së në banë kur gjo. Ka thonë, do njerëzve ju ka metë për bishtit e ngrejt hajvanin, ama i ngrejt hajvani ato mo. Ka të shkoj hajvani ti mas. Ti njoni thot, pse ka për bishtit këtë hajvan? Thot, ta heke pishpije. Ama ketë thonë qka, po kanë të si hajvani. Të ndërum gjema, mos në hinje që i hajvani shoshni, se vallaj na del shpirti së në hekna. Pasha Zotin na del shpirti së në hekna. Një qenë mahal s'kish ka i ban, një qenë mahal, apo qka i qujmë na qenë enda cak. E janë komi kitë dunjajës që agjët së në hekna. Po me ti kjo epsh, kjo amoralitet, kjo zina, kjo liksi me ti të shpia, e që është maj qartë edhe maj egrë se qaj hajvani. Ati hajvanit ja bajmë do qarën dyshish, me injekcione, me mpirje, me anestezia, e ja bajmë qarën. Qka mi ba këti epshi që s'nalet vazhdimisht? Qka mi ba këti epshi? A dhe të ndëruar gjëmatli, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, e kush ka fol burri ma i madhë në bot, aleyhi sallallahu sallam, ka thonë, ma të raktu ala ummeti, si kam lan ummeti ten, fitneten, a dharra, s'kam lan fitne më të zarar, më të rrezikshme, më alarmante, për burrat e ummetit tem se gratë. Kujdes në atë internet, kujdes në atë telefon, kujdes në atë kompjuter, kujdes, shkrujti, shime, nale, më thirë, ndroje numrin, qka du shban, ruje ftirën, shkon ftira e ecet i mo. Ti jetë vesh një trup pastaj, s'ki vlerë mo as të vladi jote, s'ki vlerë mo as të gruja jote, s'ki mo vlerë as të shoqëria jote, s'ki vlerë të ndëruar xhamat. Nale ajvanin mos tinje shoqëri, nale ajvanin mos tinje të shtëpia, nali epshat, nali vnoju penda, vnoje pendën, se vallahi nëse hin na shkatron. Ka thonë alayhi salatu wassalam, s'kam lan fitnë më zararit se kjo. S'kam lan fitnë më zararit se kjo. Shejtani nuk e humbë shpresën tek një shoqëri derisa ndo mesin e të në ka gra. A e dini që ka thonë alayhi salatu wassalam, ka me mëri numri i grave para kiametit, deri sa ka me ardhë një bur, raport me sondazh paralel, deri 50 me 1, vetë se ka nisë. Kanë mëri shoqëri nga 20 me 1, 20 qika, një djala, 20 gra, një djala. Andaj, letë kemi kujdes, letë mbrohemi me fe, letë mbrohemi me një qa, letë mbrohemi me kuror, mbroje vladit tanë, nëse e shetë që aja duke silë muhabetin, banë një qa, mos shumë prej prinderve u angarkojnë e vlad vetë na veti i dëgjojmë ankesat. O gjotët baba em shumë le me folë për këtë punë.
Dush me dit ti prind i dashur se nëse ti se le djalin tanë me fol, apo ai do me ta qelë muhabetin e martesës, ti tu këshir lajma ti se ti ai shka e vendos për dunjajnë që ka me ndodh. Shujti ati mos më kallzo ti muhe, se ti pas ka me ti mu martue. Ani, fol qështu edhe pak. Ka me prut keqen, ka me ta prut qëtë hajvanin të shbija. Qatë e gërsinën ka me ta prut në shpi. Andaj kujdes, qelja, thuj, qka ki vloj, qka ki djelja, mu martu, so problem, martohemi, të martojna. Regulloja këtë mund se po nuk e ndale, wallahi dhe billahi, shoqëria ka me shku poshtë. E lusim Zotin e madh, Allah të na irun mas pari nderët tona, tirun familjet e tona, tirun vajzat e tona, tirun gratë e tona, nanat e tona, motrat e tona, familjet e tona. E lusim Zotin e madh xhelle xhelalu, që krejt ata që e kanë agent, edhe e kanë plan, edhe e kanë punë me shkatru shoqërinë, Allah i shkatron ata para se me shoqërinë. Ja Rabbul Alamin. Inshallah Zoti xhelle xhelalu çdo agent me kurtha të keqe kësaj shoqërie, këtyre muslimanëve, për t'i degeneruar ata, për t'i devijuar ata, për t'i lajthit ata, për t'i shmang ata nga rruga e Zotit, nga rruga e familjes, nga rruga e nderit, e lutim Zotin e madh xhelle xhelalu që Allahu ti shfarros ata para se me na shfarros ata shoqërinë. Ja Rabbul Alamin. E lutim Zotin e madh xhelle xhelalu që Allahu na e vendos nderin të fortë në zemrat tona, na e bën Allahu moralin të fuqishëm në zemrat tona. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelalu t'i ruan familjet e muslimanëve, t'i ruan gratë e muslimanëve, t'i ruan burrat e muslimanëve, t'i ruan krejt musliman të vegjël dhe të mëdhej. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu mos na donon për shkak të gjunaheve tona, mos na donon për shkak të mëkateve tona. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu na mundson që të jetojmë me Kur'an, të rritemi me Kur'an, zhvillohemi me Kur'an, dhe amanetin e fundit Allahu t'japi me iman.